Mira njerëz u mblodhën jashtë Bashkisë së Stambollit për të dytën atë radhazi për të protestuar kundër arrestimit të kryebashkiakut të qytetit Ekrem İmamoğlu, kundërshtari kryesor i presidentit Recep Tayyip Erdogan në garën e ardhshme presidenciale. Arrestimi i liderit të opozitës ka rindezur shqetësimet për demokraci në vend dhe ka ndezur protesta në Stamboll dhe qytete të tjera turke, pavarësisht ndalimit 4 ditor të demonstratave. Policia turke përdori plumba gome dhe gaz lotësjellës ndaj njerëzve që ishin mbledhur para Bashkisë së Stambollit pas një thirrje nga partia CHP e kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu, raportojnë korrespondentët e agjencisë franceze të lajmeve. Sipas korrespondentëve të AFP-s, policia donte të parandalonte një grup protestuesish të rinj që po përpiqeshin të niseshin drejt sheshit Taksim, një vend emblematik proteste i cili është bllokuar plotësisht me kangjëlla metalike. Hey Erdogan Kifrik, nga një autobus në të cilin kishte hipur kryetari i CHP-s Özgür Özel, i cili kishte thirrur për tubim, i dërgoi një mesazh kundërshtarit të tij Recep Tayyip Erdogan. Nuk dua të shoh plumba plastik këtu, nëse jo policia e Stambollit do të mbahet përgjegjëse për çfarë do që të ndodh, paralajmëroi ai. Kush je ti që do të spërkatësh me gaz lotësjellës shpresën e Turqisë? Kryetari nuk është as i korruptuar as hajdut as terrorist, thaj, duke u drejtuar presidentit Erdogan me fjalët Hey Erdogan Kifrik, rrugët janë tonat, sheshet janë tonat. Ai bëri thirrje turmës të mos heqin dorë nga lufta derisa İmamoğlu dhe kryetarët e tjerë të lirohen, ndërkohë zërat e turmës mbledhur kërkuan urgjentisht dorëheqjen e presidentit Erdogan. Edhe CHP-ja ka bërë thirrje për një tubim proteste të premte në të njëjtin vend dhe orë, përveç se İmamoğlu 5 kryebashkiak të zgjedhur me CHP-n dhe 10 nga partia për Kurd e Dem. Partia tjetër e madhe opozitare në parlament po arrestohen. Ata që heshtin përballë padrejtësisë bëhen bashkëfajtor në represion, tha kryebashkiaku i Ankaras Mansur Yavaş, duke siguruar: "Ne nuk jemi një grusht njerëzish, ne jemi miliona." Në të njëjtën kohë, në shumë lagje të qytetit bëri e hon një koncert me të nxjerrë e tepësie me brirë. Pas dite qindra studentë u mblodhën në universitetet e tyre për të denoncuar arrestimin e kryetarit dhe anullimin e diplomës së tij nga Universiteti i Stambollit. İmamoğlu ishte në shënjestër sepse ai ishte kandidati më i mirë për presidencën, i tha AFP-s Basakohs, student 24 vjeçar në Universitetin Galatasaray. Të rinj si unë nuk do të heshtin, tha 19 vjeçari Yavuz, një student në Universitetin Teknik të qytetit. Qasja në shumë faqe të rrjeteve sociale dhe platformat mesazheve mbetet e kufizuar në Stamboll për të dytën ditë. Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya njoftoi se 37 persona ishin arrestuar për postimin e mesazheve provokuese në internet. Përveç İmamoğlu, 80 persona të tjerë u arrestuan mëngjesin e së mërkurës dhe 20 të tjerë janë në kërkim. Midis tyre 6 akuzohen edhe për mbështetje të një organizate terroriste, përkatësisht Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit.